Zëni Pozhari tha është i ligës të parë, zëni Shkodra tha është kampion, dhe gjithsesi, shif, kreativitetu nuk posh ato është në natyrshmërinë, pajtohem që është në natyrshmërinë e rimizimit tina, mënyrës se si funksionon ai, e të cilat gjithsesi në opinion ju kanë shit. Kur vjen puna, tek çfarë është vepru, simbole do të jenë deri para disa kohë ka qenë simbol urre Saradranit, kurse tash tutje do të jetë simbol i zhvillimit hapja këtij në thojza kanalit Hormuzit në Lopçë të Podujevës, që ishte jashtëzakonisht simpatike. Këto janë dy simbolet e zhvillimit ekonomik që i ka ndodhur Republikës së Kosovës për brenda kësaj periudhe. Pse ta me kanalin e Hormuzit i drejtë ishte kështu si kanal. Problematik situata dhe ishte mënyra se si e bënën ata, thuhet që po bëhen diçka, pra janë dy simbole të zhvillimit të hapshëm të kampionit të më të mirit në Republikën e Kosovës që ndërlidhen me urën e Saradranit dhe atij kanalit në Lopçë të Podujevës. Ishte simpatike kështu si mënyrë e vendosjes së të asoj perojkës verdhë dhe çfarë ndodhi në Republikën e Kosovës. Është më së vërtetë se ka ndodhur premtime interesante përpara. Ma lexo mesazhin pak të Kurtit drejtor, po themi jo, kreativitet nuk ka ato, kreativitet nuk ka. Mesazhi, kreativiteti për njerëzit që u tha, nuk ka diskutuar. Pajtona plotësisht në shpjegimin e tina. Po ka kreativitet, tash po Jo, nuk thash ka kreativitet. Veç nëse e kthejmë edhe Jo, nuk thash. Po punë thaja. Jo, po tash ose ti qëndrojmë asaj që ne debatojmë. Para hiç më shumë se sa një minutë tha ka kreativitet, pajtohem se një rima po për punë. Që për opinionin duket simpatike dhe për rrjedhojnë njerëzit i besojnë. Por kreativitet nuk thash që ka ato, në asnjë mënyrë. Thash ma herët e thash që ka tash vlenkja e dyta, sigurisht. Rim, e cila është në natyrshmërinë e tij dhe jemi në rregull me rimën e tij. Pra jemi mësuar. Sa i përket çfarë mesazhi, unë pajtohna me shpjegimin. Me të vërtetë nuk ka logjik me qenë edhe zullumçar, edhe shërimtar, ose edhe premtuesi njërë për rrjedhoj mos jetësues dhe izoluesi i Republikës Kosovës. Për kë ishte mesazhi, Malu? Por të shif, tani ngarkesa e lëvizjeve të vendosje dhe krerëve të saj me gjithçka që ka të bëjë me rrjedhën historike të Republikës Kosovës, kjo po dëshmohet për çdo ditë. Për rrjedhoj sot ka prej subjekte politike që janë të interesuara për mbrojtjen e vlerave të luftës, që është situatë jashtëzakonisht, si me thonë, jo e mire, shëndeshme në vitin 2026, me u marrë, me u kontestu veprimtaria. Unë e këmë thonë disarë, në qoftë se ka pas ministra në Republikën e Kosovës që kanë marrë vota enorme, me shprehjen që ma lirë në kishit me shiru vendin, me mercenarë se me UÇK-n, dihet se ka pas adres me këtë lloj rime kreu i lëvizjeve vendosje. Mirë, po çështja është këtë. Pajtona plotni edhe ishte interesant premtimi për që e përmeni zoti Mustafa çështjen me hekurudha. Janë me të vërtetë enorme dhe ekstreme. Mirë, po unë për faktin që ka një praktik në momente të caktuara, në emisione televizive, pas një periudhe të caktuar, ai do të përdor të fjalshin unë s'kam premtuar zhvillim kapital. Kur janë numëron zhvillimet kapitalet të premtuara në Republikën e Kosovës, thon falmore po ky njeri po thotë unë s'kam premtuar. Po ti ke premtuar se ka të dëshmuar, është arkiva e cila po nxirret dhe e shef që ke premtuar zhvillim ekonomik. Ke premtuar zhvillim të mirëfillt të vendit të Republikës. Po thonë që kur po thotë s'kam premtuar, unë nuk i besoj. Gjithsesi, po shfaqsohet edhe është natyrshmërinë ti, por unë nuk i besoj. Çështja është kjo. Unë nuk e konsideroj ndoshta krejtësisht fushat të zbeht, por në dy arshina. Në terren po mbahet gjithsesi e kulturuar, e kuruar, mënyra si po bëhet fushata në terren, nga gjitha subjektet politike. Në terrenin e Facebookut është shumë fushat manipulative. Tashi, kush do të ketë atë efektin e vet tek qytetari nuk e di. Po, rrjetet sociale janë maksimalisht të mbushura me manipulacione, qoftë të inteligjencë artificiale, qoftë të shpjegimeve të cilat prejën ose shkëlqen video të caktuara. Pra ka një agresion. Ankuar në masë të madhe, prisja e listës së Lidhjes Demokratike të Kosovës, zonja Vjosa Osmani, e foli edhe në intervistën e mbrëmshme në KTV, ku tha fëmijët e mi zgjohen duke parë foto lakurisht të mijat të organizuara, të orkestruara, siç e tha ajo nga lëvizja vendosje. Kjo është vetë përfundoj, kjo është ajo që është e keqja e kësaj fushate. Pra, ky manipulimi në rrjetet sociale, ky është ofendim për secilin kandidat dhe për rrjedhoje ka të peshën e vet. Në anën tjetër është interesant, po bëhemi ka pak si popull dyftyrç. Për arsye se kur po kemi tet-a-tet me kandidatët,
jemi jashtëzakonisht kuruar në muhabete. Nuk bëjmë gjeste, fiskultura nga më ndryshmet. Kur janë para monitorit dhe ekraneve, sikur eksitohen me mënyrën si po mendojnë me shkruan me bëjt gjona cilat nuk janë të shëndetshme për raportin ndërnjërzor në Republikën e Kosovës. Keni në referencë, pëse që i referoni dikujt, Maloku? Gjithsesi, të gjithve. Shkodra.